Zoti Beci vizitë shkurtër në Sfak. S'kam koment. Nuk kam koment. Jeni zyrtar, lutem një koment. Kur vi momenti, ja jap momenti që duhet. Dosja hetimore për një procedurë prokurimi në Korporatën Elektroenergjetike Shqiptare Kesh ka nxjerrë në pa dyshime se tenderi me vlerë rreth 700.000 euro është diskutuar dhe përgatitur paraprakisht nga disa zyrtarë të lartë, rreth 2 muaj para shpalljes së tij. Sipas dokumenteve të siguruara nga Ora News, në komunikime kanë qenë të përfshirë Benet Beci, në atë kohë administratori Kesh, Erviz Berberi, si dhe Adela Ruko dhe Drita Ndakoli. Mesazhet tregojnë kontakte të vazhdueshme mes tyre për takime dhe shkëmbim dokumentesh. Më 29 tetor 2019, Berberi i dërgon Becit një mesazh për takim, ndërsa një ditë më pas, ata komunikojnë përmes WhatsApps. Pas kësaj, Berberi flet me Dakolin, i cili njofton se po shkon për t'u takuar. Burimet dyshojnë se në këtë takim është diskutuar pikërisht tenderi. Më 31 tetor, Dakoli i dërgon Berberit një dokument Word me titull Kërkesat për kualifikim CMA Master Plan Kesh, i cili të nesërmen i përcillet Becit. Dokumenti përmbante draftin e kritereve të përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit, që më vonë u përdorën zyrtarisht në procedurën e prokurimit për zhvillimin strategjik të sektorit energjetik. Në mesazhe theksohet se kërkesat ishin paraprake dhe priteshin detaje shtesë, ndërsa vijojnë shkëmbime të tjera dokumentesh, përfshirë materiale të lidhura me Harvardin dhe punën për Kesh. Komunikimet sugjerojnë se përgatitjet për tenderin po bëheshin para nisjes formale të garës. Sipas hetimit, këto veprime forcojnë dyshimet për koordinim të brendshëm dhe paracaktim të kritereve të tenderit përpara procedurës zyrtare.